Stefana godet Labin pas daljes nga shtëpia. Pse po i del kundër njeriu që e ndihmoi? Këngëtari, i cili u eliminua të premte nga Big Brother VIP Kosova, pas një rrugtimi të mbushur me tensione dhe polemika, ka marrë së fundmi një goditje publike nga e kaluara e tij. Pikërisht nga personazhi më misterios që u përfol gjatë qëndrimit të tij në shtëpi. Bëhet fjalë për Stefanën, gruan serbe që u bë kryefjalë e diskutimeve, pasi u aludua për një lidhje të mundshme mes saj dhe Labinotit. Brenda shtëpisë, Labi kishte dhënë një version të prerë për këtë çështje. Ajo ka pasur fëmijë me një kushëritimin. Unë thjesht e kam ndihmuar. Sipas tij, raporti mes tyre ishte thjesht njerëzor dhe pas një prapavi sentimentale. Megjithatë, pavarësisht këtij sqarimi humanitar, Stefana duket se ka zgjedhur hapur anën e saj. Në llogarinë e saj në Instagram, ajo ka publikuar një story ku bën thirrje për të votuar Eliona, rivalen më të fortë të Labinotit brenda shtëpisë. Kjo mbështetje merr një domethënie edhe më të madhe, kur kujtojmë se përplasja mes Labit dhe Elionës ishte vendimtare për fatin e tij në lojë. Akuzat e rënda që ai hodhi ndaj saj detyruan vëllain e madh të sillte zarfin e zi, i cili e çoi automatikisht në televotim dhe më pas jashtë shtëpisë. Dhe tani lind pyetja që po qarkullon gjithandej në rrjet. Nëse Labi vërtet e ka ndihmuar Stefanën në një moment të vështirë të jetës së saj, atëherë pse sot ajo po i del kundër publikisht? Pse po e sulmon dhe po mbështet rivalen e tij, në vend që të tregojë mirënjohje? A është kjo një hakmarrje personale, një keqkuptim, apo thjesht një lojë strategjike për vëmendje? Duket se historia e Labinotit vazhdon të prodhojë zhurmë edhe jashtë shtëpisë, një kujtesë se në reality show loja mbaron, por dramat vazhdojnë. Faleminderit që qëndruat me ne deri në fund të videos. Mos harroni të abonoheni, ta pëlqeni dhe ta shpërndani me miqtë tuaj. Mbështetja juaj na motivon të sjellim për ju përmbajtje edhe më interesante. Faleminderit që jeni pjesë e kanalit ton.